إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Allahun e falenderojmë dhe njëkohësisht dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush përveç Allahut. Pastaj përshëndetjet tona më të ngrohta më të sinqerta janë për Muhammedin alayhis salam, familjen e tij të ndershme, shokët besnik dhe gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, me lejen e Allahut sot do flasim për çështjen e Allahut në Kur'an për të edukuar robërit e tij. Është interesant vëllezër besimtar nëse meditojmë për çështjen se si Allahu e shfrytëzon Kur'anin dhe mësimet e tij për të na edukuar, është diçka magjepse. Madje ajo çështja që Allahu e përdor është shumë breslënse dhe secili prej neve duhet të meditoj për këtë çështje. Andaj mësimet koranore janë ato për të cilët do flasim se si Allahu i ju drejtohet robëve të tij. Fillimisht Allahu sjell shembullin e këshillimit, pastaj sjell shembullin e urdhërimit dhe pastaj sjell shembull nga këto këshilla dhe këto urdhra që i bie me dynjan tonë, me rrethonat që neve na rrethojnë, me të këshillu dikush diçka e ti pastaj më thon jo nuk e më ka kuptoj, edhe pastaj çat urdhën çat këshill me ta thjeshtu përmes një shembulli të thjeshtë, që pastaj ti masaj mos më mujt më thon jo valla se kum kuptu. Do thotë Allahu fillimisht e sjell urdhën, e sjell këshillën, edhe pastaj e sjell shembullin çysh dush me qenë i mirë, me çum se të vëm që të urdhër, edhe shembullin se çysh ti nuk dosh me u bë, don pastaj në dynjë. Andaj shembulltyra e Allahut është e lartë në Kur'an dhe secili nga ne duhet të jemi që e njekum don këto mësime. Do të shembujt kuranor janë shembuj të lartë dhe ndërtojnë dhe paraprin me mësime dhe pastaj me shembuj që kërkosh pastaj mos më mujt me thon jo vallon se kum kuptu dhe s'kum mujt me pas doni ide të qartë çfarë do të thonë Allahu kët. Andaj fillimisht Allahu e bën urdhën, këshillën dhe vije shembulli që ti me kuptu drejt, sikurse sot në ato trajnimet, në ato mësimet që njekum, fillimisht të bëhet një zbërthim teorik dhe pastaj do na bëhet zbërthimi praktik që ti me pas mënyrën më të thjeshtë mundur të qartë. Allahu kështu vëllezër besimtar, do në mënyrë superlative në Kur'an, çfarë na i shpalos ato mësimet, ato shembulltyrat e Kuranit. Andaj këtë drejtim pas kësaj çështje, do njerëzit mund më udo në dy kategori. Ata të cilët i kanë kokat e mbyllura, të cilët janë me inteligjencë tolt, edhe ata të cilët janë me zemra të mbyllura, si pasojë çfarë se çtyne mësime dhe çtyne shembulltyra që kanë kushtuar rëndësi. Të parë, koka si arrok, janë njerëz me inteligjencë tolt dhe duhet shumë me punu me ta për me kuptu pak, po ata janë çështu në dynjë, nuk janë veç në fe. Edhe dytet janë ata të cilët dynjan fort ju shkon, po ka dini, ka imani, zemra si adamse, sepse Allahu ua ka volos zemrat e tyra. Allahu ka vendosur këto zemra me kon të mbyllura, pse? Sepse nuk i kanë kushtuar rëndësi porosive të Zotit të tyre. Do të thotë nuk e kanë ngu mesazhin e Allahut. Andaj në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, ne duhet të jemi ata të cilët nxjerrim mësime për fjalët e Allahut. Ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besu. Ja ayyuhan nas, o ju njerëz, do me ditë kujt dhe çfarë ju drejtohet, sepse Allahu ju drejtohet edhe njerëzve, edhe besimtarëve. Mirë, po besimtarët janë çfarë? Ata që vesht e zemrës i lojnë të hapur kur dëgjojnë porositë të Allahut. Me kon ata të cilët kur e nini urdhën të Allahut, thotë sot e nifta sefte, tash e çojnë vend këtë urdhë. Unë nuk bëhna që se kum ni, apo mos me çoj dert çka ka thonë Zoti apo krijuesi. Surja parë, Allah'ın Kur'an, është surja Fatiha.
Dhe kjo sure është sure gjithë përfshirëse, do nëse nalesh dhe analizën këtë Kurani që të gjindet. E keni bësh me adhuru Allahun, me fol namazin, me dhënë zakatin, mos me kom atyre të cilët çfarë, devijojnë apo të cilët mashtron rrugën e dunjas, në fund e lutem Allahun që më na mundsu me vazhdu me kon në këtë rrugën. Surja e dytë, më një herë, sura Al-Baqara, Allahu çfarë fillon dhe e shpalos do të thotë porosin, e shpalos porosin e tina. Dhe Allahu këtu po tregon fillimisht besimi që është, edhe më një herë në faqe tretë, Allahu çfarë thotë Inna alladhina kafaru sawan alayhim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ata inna alladhina kafaru. Ata të cilët kanë mos besu, ata që nuk kanë besu, për ta është njëjtë sawan alayhim, njëjtë është për ta. I këshillova apo si këshillova, ata s'besojnë. Subhanallahu. Kështu thot Allahu, ata të cilëve Allahu ua paska vulos zemrat. Çështja atyre ka përfunduar tek Allahu. Pse? Sepse janë tregu të shkujdesur nga urdhat e Allahut. Ata të cilët kur dëgjojnë urdhat e Allahut, i mshilin vesh. Ata të cilët kur i nin fjalët e Allahut, ju pengon urdhni i Allahut, e për tillët i këshillova se po këshillova, çështja aty është njëjtë. Andaj në këtë drejtim pak më herët Allahu thotë dhalikal kitabu la raiba fi. Ky libër është që s'ka tmet ato, është perfekt nga ana e Allahut. Mirë po, kundër faktit që Kurani është libër i Zotit, është libër perfekt dhe nuk mush me gjetë asnjë vrejtje, asnjë tmet vllazni, prap disa njerëz nuk dojnë me dëgju. Disa njerëz tregojnë shordhër, nuk dojnë një porositë e Allahut, edhe në këtë drejtim përfundojnë me zemra të vullosura nga ana e Allahut. E këtë drejtim nëse vëllezër besimtar dëshirojnë anë që me kon rob të Allahut, të vërtet me i qunë vend urdhat e Allahut, porositë e Zotit do të më ndëgjojnë. Shëmbëltyrat që Allahu na i shpalos në Kur'an do të më fut në funksion. Andaj mos më bë sikurse po Allahu në Kur'an kanë thonë disa amanna, kanë thonë na kem besu. Dhe me këtë dëshirojnë yukhadiun Allah walladhina amanu. Me këtë dëshirojnë me mashtru Allahun dhe ata që kanë besu. Mirë po te Zoti kjo s'shintet. Allahu e din sakt kush beson dhe sakt kush nuk beson, edhe i din kush janë mashtrues, respektivisht kush janë ata të cilët tash po bëhen kategoria e tretë, kush janë munafiqët. Ata të cilët në një drejtë shumë tolt të njerëzimit, pse para muslimanëve shiten ndryshe, para muslimanëve shiten ndryshe, mirë po tek Allahu, Allahu është ai që e din realitetin e tyre. Andaj kategoria e tretë është kategoria më e tretë, më e rrezikshme. Po thot Ibn Qayyim, dietari i madh, po thot kujdes mos u bë pe atyre të cilët kur e dëgjojnë një urdhën të Allahut bëhen të shordhart. Dhe pika e dytë nuk e çojnë vend urdhën e Allahut. E keni urdhën e Allahut për një çështje të caktuar, e tash ti mu tregu i shordhart. Gati me çat kategorinë innal ladhina kafaru. Ata të cilët nuk kanë besu, sa waun alej njëjtë kanë besun apo nuk i këshillove, apo nuk i këshillove, nuk e kanë gojle. E qëtë kategori, kur ty të vjen urdhni i Allahut, e ki në Kur'an, e ki hadithin e Muhammedit a.s. me njëherë vllazni do të më nështru. Deri sot se ke ditë që është bësh me i fol 5 vakt namaze, momentin që e ke kuptu që të realitet, dosh me vu në funksion. Dosh me vu në funksion, sepse nëse ti vazhdon dhe urdhnat e Allahut do nuk i përfill, nuk i çon vend, ti gradualisht zemra jote pej zezave që godasin zemrën tonë, ka mundësi me përfundun që të pikën të qëta kategoria që ty në që përmenëm. Kur ti të nish një urdhën të Zotit, do nuk ka me bëhaj gojë atë. Sepse shëmbëltyrën që Allah ta ka shpalos në Kur'an është e lartë. Ja ti nuk kupton, ki inteligencë tolt, ja zemrën tonë Allah ka mbyllë si pasojë mëkateve të shumta. Andaj në këtë drejtim shkujdesja e jonë ndaj urdhrave të Allahut është çështje e rëndë. Andaj në realiteti joni, o vllazni, a ka xhamatlit ton të cilët don me vite tona i folën xhumat, 10 vite, 15 vite, mirë po don nuk i fol 5 kohë namaz. Don çdo vit i ndëgjon mi 50 hutbe dhe roll shkon në hutbe që imami hatibi ku ti folësh nuk e përmend në cilën namazit, mirë po me vite tona zemra jote s'është dridh.
Me të vërtet besimtar janë ata kur përmendet emri Allahut, wajilat qulubuhum, dridhen zemrat e tyre. Që nuk kupton kur të nish këshillimin e imamit, no, zemrat e do të më dridhen. Zemrat e do të më kap çat këshill çat urdhën që Allah e ka thënë për ty, shembulltyra Allahut, që shembulli Allahut që ka vënë në Kur'an është për ty që ti nuk i fol 5 kohë namaz, më nën me çun vend kët, mirë po çfarë ti një xumo s'ka lidhje. Hajt se ka vakt, hajt se ka ku mu pendu, i kam do punë dynjes dhe pastaj si pasojë e mëkatimit ton me vitet e tona, duke ditë se ti e ke bërë namazin, mi po prap të treguosh kryenes, zemra jote tu kanë nzi. Zemra jote është mbërthy për mëkatimit ton, për këtë arsye s'mundesh me u kfill. S'mundesh me dal për kësaj agonist mëkatimit dhe për këtë situatë je në këtë gjendje ku je. Për këtë situatë je në gjendje ku je. Apo, vëllezër besimtar, shembull tjetër. Ne e dim që të gjithë ne se kamata është mëkat i rënd. Me punu me kamat, me fajde, me marrë pej bankës sistem kamator kredite, dhe kjo është mëkat i rënd, dhe tek Zoti llogaritet se je në luftë me Zotin dhe fenë e tina. Mirë po ti vazhdimisht pej kreditet në kredi. Mirë po fetarisht sum përparan. I panxhasën atyne. Se wan alehim i këshillove ose këshillove zemrat e tyre s'lëvizin. Pse? Se është një mëkatim i rënd i vazhdueshëm, si pasojë e mos përfilljes të urdhave të Allahut, son nes në mund. Son përparan në mund. S'muesh me kalu plas 2, ngel 2 të parën vazhdimisht. Çfarë të ngel? Pse? Se imanin tën nuk po ushqen çish duhet, nuk po i çon vend urnat e Allahut, momentin ty që të sqarohet një çështje fetare, kjo duhet më përfundu. Andaj, vëllezër besimtar, secili nga ne duhet të jemi sikurse shembull i sahabëve. Me një rast Allahu po shpall një atë kuranor, dhe kush është ai që i huazon Allahut një hua të mirë, Allahu ka për t'ja kthyer shumë fish këtë hua. Dhe sahab kur e dëgjon këtë ajet Kur'an men alladhi yaqridu Allah qardan hasanan, kush është ai që i huazon Allahut një hua të mirë? Do fillimisht jahudit janë nëse në bohajgore, ka varfnu Zoti Muhamedit dhe më utall me ta. E sahab çfarë than? O dërguari i Allahut, a për një me, Allah është të lyp kredi, a është të lyp ho? Tha po, hoja tek Allah është me ndihmu të varfëve, me përkra projektet e mira që janë humanitare, davetet e kështu me radhë. Dhe atëherë një sahabi tha i dërguari i Allahut, tha unë kam një kopsht me hurme, me të cilën e ushqej familjen, prej sodit ja dha Allahut hua. Edhe shkoj te kopshti dhe i thot gruas, oj gru, oj fisnike, thot kopshtin që na ushqehem ja dhash hua Allahut. Gruaja, Allahut ja ka dhënë po, i mor fëmijët dhe po dal pe kopshtit. Tu dal pe kopshtit, ky sahabiu peshe se fëmia kanë marrë hurme vllazni me vete. Edhe ky pyet xhuni, ktheni se Allahut ja kam dhënë. E kështu ajo mbo xhenota me ardh, momentin vllazni që ka urni pe onës të Allahut, nuk kanë bëhej gore vllazni. Me njëherë do në kanë nxitu mi çun vend urnat e Allahut dhe për këtë arsye i shohim sot ku janë sahab, një pjesë e tyre janë të përgëzuar me xhenet sojën kon tok, e që nësot ku janë jahudit, ata që janë toll me Muhamedit alayhis salam, ata që janë toll me urnat e Allahut, tu filozofu ku kanë përfundu. Andaj besimtari në raport me urdhat e Allahut, sami'na wa ata'na, na kem dëgju dhe jemi të bindun, nuk bojnë hajgore me urdhat e Allahut, nuk e cesin ato postpon, shtyje për ma vonë që të folin në 5 vakte namaze e agjërimit apo hijabet apo diçka tjetër, mirë po çfarë nxjetojnë mi kry urdhat e Allahut sepse ato është kënaqësia e Zotit të tyre. Me kaq më pjesë në portitës, nuk e kam folë të Allah, kërkon të folë sa të fazojmë shërues. Alhamdulillah, wahdahu wassalatu wassalam ala man nabiyya ba'da. Të ndërrua Allah besimtar, shëmbëltyra e sahabëve janë të shumta. Momentin që kanë dëgjuar urdhën e Allahut të kanë çuar vend. Lexoni historinë e ndalesës së alkoolit. Transmetohet për disa sahabi deri në momentin kur nuk ka qenë ndaluar alkooli, edhe te sahabët ka qenë shpëri e kanë pi. Halal u kondi në atë moment. Momentin që është ndaluar treguohet për një sahabi, thotë në dorë ka pas gotën, thotë ka gjumë. Çfarë çështë?
urni el-an, u kry, pe këti momentit s'ka alkohol, e ka nxu. Gotën e ka pas në dorë. E që do ishte citata jonë, një citat tillë, shfrytëzoj që të shansë, sikurse te grabitit, te kapi masonit del kudel. Jo, sahab, momentin që është ardhur urni, e kanë qenë vend. Për këtë arsye i kanë pas zemrat më të bardha, më të mira, të mundshme ndër krejt njerëzimin. Gjerata më e mirë këtij umetit, mirë po ne pse çalojmë se këto urna, këto këshilla, nxjerr në shembull për Koranit, po dështojmë me ishti në funksion. Andaj në këtë drejtim është edhe pjesa tjetër e umetit e grave. Aisha radiallahu anha tregon thot momentin që erdhi urni për me vendos hijabin, me vendos shamia me kokat e tyne, thot mëngjezin e nesërme, rrugët e Medinës kanë qenë si korba pe hijabave, zi që kanë vendos. Pse? Me umbulu urnë Allahut me çon vend. Andaj këtë drejtim të ndërrua Allah, zemra e shëndosh është ajo e cila merr mësim prej urnat Allahut. Momentin ti që ballafaqohesh me një argument fetar, ti në shtos ti argumente. Andaj këtë drejtim momentin që ti nuk e çon urën të Allahut, zemra jote veç largohet prej udhëzimit. E çdo largim prej udhëzimit, largim prej rahmetit Allahut, saqë në faqen tjetër të Kuranit, Allah për përshkruan këta summun bukmun. Këta të tillët janë ata të cilët shohin, por nuk shohin, ata që dëgjojnë, por nuk dëgjojnë. E dietarët kur e kanë përshkruar këtë çështje, kanë thonë të tillë janë sikurse dikush që e sheh që po të fol posenin, që është larg. E çështo njëri bëhet, don e sheh urën e Allahut, po s'e kupton. Si dëpërton zemër, pse? Se është nxi zemra vllazni, si pasojë e mëkatimit vazhdueshëm, si pasojë i luftimit të urdhave të Allahut. Shfaqet se kova, don ti kujt pjethu kova, apo të bën mend. Allahut ti i thon, ai që të ka prunë dynjë, ai që të furnizon, ai që të shëron, ai që të jap rrezik, e të të mira të jap, edhe s'ka mbi ta azh, mirë po çfarë pjethu ti? Pret se ne s'kam kohë për ty. Andaj për këtë arsye zemrat kështu përfundojnë. Andaj vëllezër besimtar, secili prej neve nuk bën me lën veten tonë, imonin e zemrës tonë që më na u bë të shorta, më na u bë të verbta, më na u bë të larta për rahmetit të Allahut, sepse e tregum shembullin e jahudive ku përfundon dhe e tregum shembullin e sahabëve. Andaj secili prej neve e zgjidh polën ka po do me ecë, mirë po ajo çfarë duhet më bë në këtë rrugtim është me lut Zotin, o Zot, forcojna zemrat tona në fen tonë. Fen tonë, na mundso me jetu me fen tonë edhe me dek me iman, dhe kjo është suksesi më i madh që dikush mund më realizu në këtë dunja. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقيموا الصلاة.